Televizioni shtetëror i Iranit sapo njoftoi se vendi ka filluar sonte valën e dytë të operacionit premtimi i vërtet kundër Izraelit. Televizioni shtetëror tha se këtej sulmi është një kombinim i dronëve dhe më shumë se 100 raketave me Haifën dhe Tel Avivin që janë objektivi kryesor i tyre sonte. Sulmi do t'ju prish gjumin e banorëve, tha televizioni shtetëror iranian. Sirena janë dëgjuar edhe në Aman, kryeqytetin e Jordanisë. Jordania tani ka mbyllur hapësirën e saj ajrore. Mediat izraelite thonë se janë dëgjuar shpërtime në zonat e Haifës dhe Kirjatit, ende nuk është e qartë nëse raketat kanë goditur tokën apo janë kapur. Një dëshmitar ndërkohë i tha Reuters se disa raketa janë parë mbi Jeruzalem. Forcat mbrojtëse të Izraelit kanë identifikuar se disa raketa janë lëshuar së fundmi nga Irani drejt territorit të Izraelit dhe kanë udhëzuar qytetarët që të futen në strehimore. Sistemet mbrojtëse po punojnë për të kapur kërcënimin. Ju duhet të hyni në zonat e mbrojtura sapo të merrni alarmin dhe të qëndroni atje deri në një njoftim të mëtejshëm. Dalja nga zona e mbrojtur do të lejohet vetëm pasi të keni marrë udhëzime të qarta. Ju duhet të vazhdoni të veproni sipas udhëzimeve të komandës së frontit të brendshëm, tha IDF. Nga ana tjetër, forcat mbrojtëse të Izraelit thonë se forcat e tyre ajrore po sulmojnë aktualisht objektiva ushtarake në Teheran, paralelisht me aktivitetin e interceptimit të raketave të lëshuara nga Irani. Shërbimi i zjarfikësve dhe shpëtimit i Izraelit thotë se i është përgjigjur disa incidenteve në zonat bregdetare dhe veriore të vendit, duke përfshirë rënien e mbjetjeve raketore, dëmtimin e ndërtesave të banimit dhe zjarret në hapësira të hapura. Ekipet e zjarfikësve janë në rrugësi për, thotë njësia. Izraeli sa kaq po kryen sulme ajrore në Yemen, në të njëjtën kohë ndërsa shkëmben zjarr me Iranin, raportojnë mediat izraelite. Radioja e ushtrisë izraelite raporton se objektivi i misionit është vrasja e një zyrtari të milicisë Houthi. Raportohet se rezultatet e misionit po vlerësohen. Ndërkohë, autoriteti izraelit i transmetimeve raportoi gjithashtu se forcat ajrore të Izraelit po sulmonin objektivat në Yemen dhe citoi një zyrtar të pa identifikuar të thoshte se nëse operacioni ka sukses, ai do të jetë me rëndësi të madhe. Për momentin, luftimet midis Izraelit dhe Iranit duket se janë të kufizuara vetëm brenda dy kombeve, por çfarë ndodh nëse thirrjet për qetësim të situatës bien në vesh të shurdhër, po sikur luftimet të përshkazohen dhe të zgjerohen? Ja disa nga skenarët e mundshëm në rastet më të këqija. Amerika përfshihet në luftë. Pavarësisht të gjitha mohimeve të SBA-s, Irani beson qartë se forcat amerikane i kanë mbështetur edhe të paktën në heshtje sulmet e Izraelit. Irani mund të godasë objektiva amerikane në të gjithë lindjen e mesme, siç janë kampet e forcave speciale në Irak, bazat ushtarake në Gjirin Persik dhe misionet diplomatike në rajon. Forcat përfaqësuese të Iranit, Hamasi dhe Hezbollahu mund të jenë shumë të paksuara, por milicit mbështetëse të tij në Irak mbeten të armatosura dhe të paprekura. SBA-t kishin frikë se sulme të tilla ishin një mundësi dhe të rroqen një pjesë të personelit. Në mesazhet e tyre publike, SBA-t e kanë paralajmëruar Iranin me vendosmëri për pasojat e çdo sulmi ndaj objektivave amerikane. Çfarë mund të ndodhte nëse një qytetar amerikan do të vritej, le të themi, në Tel Aviv apo diku tjetër? Donald Trump mund të detyrohet që të veprojë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është akuzuar prej kohësh se dëshiron t'i përfshijë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ndihmën e tij për të mposhtur Iranin. Analistët ushtarak thonë se vetëm SBA-t kanë bombarduesit dhe bombat që shkatërrojnë bunkerët, të cilët mund të deportojnë në thellësitë e objekteve bërthamore iraniane, veçanërisht në atë të Fordout. Trump u premtoi zgjedhësve të tij të magas se nuk do të fillonte asnjë të ashtu quajtur luftë të përjetshme në lindjen e mesme, por po aq shumë republikanë mbështesin si qeverinë e Izraelit, ashtu edhe pikpamjen e saj se tani është koha për të kërkuar ndryshimin e regjimit në Teheran. Por nëse Amerika do të bëjë një luftëtare aktive, kjo do të përfaqësonte një përshkallëzim të madh me një periudhë të gjatë dhe me pasoja potencialisht shkatërruese. Vendet e Gjirit përfshihen në konflikt. Nëse Irani nuk arrin të dëmtojë ushtrinë dhe objektivat e tjera të mbrojtura mirë të Izraelit, atëherë ai gjithmonë mund të drejtojë raketat e tij drejt objektivave më të buta në Gjirin Persik, veçanërisht vendeve që Irani beson se i kanë ndihmuar dhe i kanë mbështetur armiqtë e tij gjatë viteve. Ka shumë objektiva energjie dhe infrastrukture në rajon. Kujtoni që Irani u akuzua për sulmin ndaj fushave të naftës të Arabi Saudite në vitin 2019 dhe përfaqësuesit e tij Houthi goditën objektiva në Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2022, që atëherë ka pasur një lloj pajtimi midis Iranit dhe disa vendeve në rajon, por këto vende kanë baza ajrore amerikane, disa gjithashtu në mënyrë diskrete ndihmuan në mbrojtjen e Izraelit nga sulmi raketor iranian vitin e kaluar.
Nëse Gjiri do të sulmojë, atëherë edhe ai mund të kërkonte që avionët luftarak amerikan të vinin në mbrojtje të tij, njësoj si ata të Izraelit. Opsioni i tretë është që Izraeli dështon në shkatrimin e kapacitetit bërthamor të Iranit, po sikur sulmi i Izraelit të dështoj, po sikur objektet bërthamore të Iranit të jenë shumë të thella, shumë të mbrojtura mirë, po sikur 400 kg uranium i pasuruar, 60%, karburanti bërthamor që është vetëm një hap i vogël larg të qenit plotësisht i përshtatshëm për të krijuar armë, i mjaftueshëm për rreth 10 bomba të mos shkatërohet. Mendohet se mund të jetë fshehur thellë në miniera sekrete. Izraeli mund të ketë vrarë disa shkencëtar bërthamor, por asnjë bombë nuk mund ta shkatërrojë njohuritë dhe ekspertizën që ka Irani. Po sikur sulmi i Izraelit të bindu udhëheqjen e Iranit se e vetmja mënyrë për të penguar sulme të mëtejshme është të garojë për kapacitet bërthamor sa më shpejt jetë e mundur, po sikur ata udhëheqës të rinj ushtarak rreth tryezës të jenë më kokfort dhe më pak të kujdesshëm se paraardhësit e tyre të vdekur. Të paktën kjo mund ta detyrojë Izraelin që të ndërmarrë sulme të mëtejshme, duke e lidhur potencialisht rajonin me një raund të vazhdueshëm sulmesh dhe kundër sulmesh. Izraelitët kanë një frazë brutale për këtë strategji, ata e quajnë kositja e barit. Opsioni i katërt është tronditja ekonomike globale. Çmimi i naftës tashmë është rritur ndjeshëm, po sikur Irani të përpiqej të mbyllte ngushtincën e Hormuzit, duke kufizuar më tej lëvizjen e naftës. Shumë vende anë botës po vuajnë tashmë nga një krize kosto së jetesës. Një çmim në rritje i naftës do të shtonte inflacionin në një sistem ekonomik global që tashmë po shkatërohet nën peshën e luftës së tarifave të Trumpit. Dhe të mos harrojmë, i vetmi njeri që përfiton nga rritja e çmimeve të naftës është presidenti Putin i Rusisë, i cili papritmas do të shite miliarda dollar që të derdheshin në arkën e Kremlinit për të paguar luftën e tij kundër Ukrainës. Opsioni i pestë është se regjimi i Iranit bie duke lënë një boshllëk. Po sikur Izraeli të arrijë qëllimin e tij afatgjat për ta detyruar rrëzimin e regjimit revolucionar islamik në Iran, Netanyahu pretendon se qëllimi i tij kryesor është që të shkatërrojë aftësinë bërthamore të Iranit, por ai e bëri të qartë në deklaratën e tij të djeshme se qëllimi i tij më i gjerë përfshin ndryshimin e regjimit. Ai tha popullit krenar të Iranit se sulmi i tij po japte rrugën për të arritur lirinë e tyre nga ajo që ai e quajti regjimi i tyre i ligë dhe shtypës. Ai e bëri të qartë në deklaratën e tij të djeshme se qëllimi i tij më i gjerë përfshin ndryshimin e regjimit në Teheran. Rrëzimi i qeverisë së Iranit mund të pëlqejë disave në rajon, veçanërisht disa izraelitëve.